Përshëndetje dhe mirë se vini sërish në një video tjetër të kanali im. Sot kam për ju disa pako misterioze që i kam blerë nga një platformë online. Janë 5 pako gjithsej, janë 5 produkte të ndryshme, kështu që le t'i hapim, le t'i zbulojmë së bashku. Duke qenë dhe unë një natyrë tepër kurioze, kisha dëshirë që të bëja një video me këto produktet misterioze që do të na bien. Shpresoj të jenë gjëra të mira dhe t'ja vlejnë për çmimin që unë kam paguar. Unë do t'ua them edhe çmimin në fund për secilën blerje, kështu që le t'i hapim së bashku. Atëherë, këto janë 3 produktet e para dhe këto 2 janë pak më të mëdha. Le t'i hapim një nga një së bashku. Filloj me produktin e parë, të më duhet pak vim për hapin e këtyre pakove, kështu që atëherë fillojmë me t'i hapur produktet një nga një. Besoj që unë jam njeriu që nuk di me i hap asnjëherë pako si duhen të hapen. Atëherë fillojmë me këtë pakon e parë. Duket diçka e lehtë. Do doja që këtë video ta kisha bërë me fëmijët, por kur shkoj në shtëpi është e pamundur me filmu. Unë e pas produktin e parë. Dhe produkti i parë unë e pas, kështu që ua tregoj dhe juve. Një blender. Ky është një blender dore. Ja produkti i parë. Ja dhe si duket nga brenda. Se si funksionon për të ngrirë qep, tomate, perime me pak fjalë. Interesante, por prisja diçka më wow, me thënë vërtetën. Vazhdojmë me produktin tjetër. Ndërmjet këtyre të dy, po marrë këtë që është pak paketim e vogël. Kjo nuk bën zhurmë fare, duket diçka shumë me lehtë. Po bëjmë paketimin tani. Më vjen shumë keq që ata janë logo kaq shumë për të paketuar këto produkte. Dinja të shprehen si do me prish lekët, robi s'ka qa me u bë lekë dhe i prish. Kështu që unë jam një prej tyre që jam të i prish lekët kot. Produkti dytë është kjo kutia që ka këto picetat e pastrimit, që është kështu si në foto, është për pastrimin e enëve të kuzhinës, për larjen e tenxhereve, sobës, filxhan, hapësirave të tjera të shtëpisë, të cilët ka nevojë për pastrim pak më të ashpër se sa sfungjërët normal. Ta shohim se si duken brenda. Atëherë, ja se si duket. Materiali këtyre është pak i ashpër, pak a shumë si ato sfungjërat e ashpër që për larjen e sobave, për pjesën sipër të kuzhinës që bëhet pak nga yndyrna. Besoj se kështu janë të gjitha. Kjo ka 20 copë brenda. Nuk ishte ndonjë produkt që të lë pa fjalë, por që tjetër te ky paketim. Atëherë, produkti tjetër nga pakoja misterioze është edhe kjo pajisja për mbajtjen e telefonit që vendoset te makina. Po e hapim se si duket nga brenda. Ja, produkti që vendoset telefoni bashkë me aksesorët e tij. 3 këto produktet e para unë i porosita te një platformë, ndryshe nga platforma tjetër, dhe ishin 3 produkte
do me thënë do brinin 3 produkte misterios për vlerën 19 euro, kështu që të gjitha këto që shihni, blenderi manual, aksesori për makinën, edhe kjo kutia e pecetave për pastrim. Të treja këto produkte të linjat kushtojnë 4.500 lekë dhe unë kam paguajtur 19.000 lekë, kështu që mos bëni dhe ju të njëjtin gabim. Ashtu me pakot e tjera misterioze që unë i kam marrë në një platformë tjetër online. Këto 2 kutia para se t'i hap kanë kushtuar 2 pako misterioze, janë 30 euro. Kështu që le t'i hapim, shpresojmë mos na zhgënjej si këto 3 produktet e para. Në dorë po pako duken të lehta, nuk besoj që do jetë ndonjë gjë. Ta hapim. Sa vështirësi ka me hap të pako si normal. Unë i pash produktet. Atëre, brenda kësaj janë 3 kutia. Vazhdojmë me kutinë e parë. Atëre, është ky masazhatori për qafën që ka rënë. Shohim se si duket nga brenda. Atëre pa vjen bashkë me karikusi. Besoj që çohet në prizë pasi dhe karikohet. Kështu që ja pra, produkti i parë nga këtë kuti. Vazhdojmë me produktin tjetër. Njerëz mos besoni me ble produkte misterioze se do ju mbushet shtëpia me të njëjtin produkt siç po më ndodh mua tani. Dhe produkti tjetër është po një blender manual që më ra po te kutia e parë misterioze. Dhe po ta shihni, një dhe një bëjnë 2, është një njëjti artikull si tek pakoja e parë dhe imagjino që janë nga 2 platforma të ndryshme, por që besoj që do jetë e njëjta që shpërndan. Ja. Ndryshimi është vetëm ngjyra. E para ishte në ngjyrën jeshile dhe kjo në ngjyrën gri. Atëre, produkti i dytë ishte ky blenderi manual. Po i vendos. Se di nëse duke. Dhe vazhdojmë me qesja është bosh. Atë pakoja kishte 3 produkte brenda. Dhe produkti tjetër është po një artikull, një mbajtje për kunjat e veshit. Besoj që po e hapim ta shohim si duket. Materiali është plastik. Normalisht kishte si të ndodhte ndryshe. Atëherë ndoset kështu. Ja se si duket. Këtu vendosen kunjat e veshit. Ja pra, ky ishte produkti tjetër. Dhe deri tani jemi shumë të zhgënjur me blerjet e mia. Dhe shera e parë që mua më ndodh që të paguaj kaq shumë për këto lloj produktesh që besoj që nuk vlejnë më shumë se 1.500 lekë copa. Kështu që vazhdojmë hapim pakon e radhës, shpresoj. Çfarë mund të jetë? Kjo vjen pak më e rëndë. Kjo është pak më e rëndë. Shpresoj që të ketë produkte që vërtet ja vlejnë. Atëherë, produkti i parë është
Ky është ky artikulli me këtë lloj paketimi, është në gjuhën kineze, por duket si një parfum nga paketimi. Dhe nga era nuk më zhgënjeu. Vinte ndjej herat. Është një aromatizues për ambientin, nuk është parfum, por një aromatizues për ambientin. Era është e mirë, aromatizuesi. Pastaj gazhan, do ta vendos këtu te zyra. Vazhdojmë me produktin tjetër. Produkti tjetër është shampo për thinjat. Mendoj që këta kanë menduar për mua që jam në fazat e para të thinjave dhe kanë thënë hajt po ja nisim që ta shofi këtë pjesën e thinjave kjo. Atëherë po e hapim. Paska një paketim të tillë. Wow. Shampo kolor për thinja në ngjyra e zezë, ka 10 paketime, madje vijnë edhe me dorezat për lyerjen. Janë edhe për gjinin femërore, edhe për meshkuj, kështu që ky ishte produkti i radhës, që ratë këtia e dytë misterioze. Shpresoj deri në fund të na bjeri diçka e hajrit, se deri tani vazhdojmë po me produktin tjetër, që është përsëritës te kjo kutja e dytë, është po një masazhator tjetër për qafën. Është i njëjti produkt që më rate një kuti më përpara. Nuk po e hap sepse ishte pothuajse ja, mu bën 2 masazhator për qafën. Ku ka më mirë? Se cili në familjen tonë të ketë masazhatorin e tij. Por merr 2 artikuj të njëjtë. Që unë mos të detyrojmë ta porosis 2 herë, kështu që më fare dhe produkti tjetër i radhës vazhdon të më befasoj. Të mendojmë për mua dhe për kuzhinën time dhe më kam vazhduar të më nisin edhe një blender të tretë manual që unë njëkohësisht i përdor në moment që unë do bëj receta gatimi, ju premtoj që kam për t'i përdorur të 3 blendrat njëkohësisht. Besoj që ngjyra vazhdon të jetë po jeshil si i një blenderi që unë hapa pak më përpara. Me thënë, mua në total më bën 3 blendera. 1, 2, 3 blendera. Unë bëra 3 blendera manual për kuzhinën. Atëherë, në total të gjitha këto produktet unë kam paguar 49 euro për të gjitha këto blerjet dhe janë 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artikuj. Dhe të gjitha artikujt janë pothuajse ose më saktë janë produkte linje. Njerëz mos u gënjeni nga këto blerjet online, unë thjesht këtë videon e kam bërë për duke qenë një natyrë kurioze, por edhe më shumë për të bërë një video ndryshe, duke qenë se ju i keni shumë qef këto blerjet që kur unë kam bërë 2 videot e para, kështu që vendosa të testoj pak këto faqet online që shesin këto produktet misterioze, por nuk ja vlen as pak. Janë vërtet zhgënjim. Me kaq shumë lekë që kushtojnë, ju mund të blini gjëra akoma më të mira për veten tuaj dhe për familjen, për kuzhinën. Pak a shumë të gjitha këto ishin për kuzhinën. Atëherë te përshkrimet e këtyre ishin nëse ti doje produkte elektronike, fashion, dhe unë zgjolla elektronik, se mendova se në gjithë këto produkte do qëllonte diçka që do ja blente me vërtet, por këto janë faqe që thjesht diellin paratë e njerëzve, kështu që mos u gënjeni nga këto që lexojnë faqe produkte Amazone,
mos bëni të njëjtin gabim si mua, thjesht janë lekë të hedhura dëm. Domethënë janë disa produkte që mund t'i gjeni te linja dhe madje gjëra shumë më të mira dhe më cilësore. Tek fotografitë e video ishin krejt ndryshe, por që qëlluan ju e pat vetë gjëra të parancishme, domethënë gjëra që pothuajse i kemi në shtëpi tona, kështu që nuk na interesojnë t'i marrim na 2-3 herë siç na i ka nisur. Unë i mora në 2 platforma të ndryshme në internet, nuk ishin në Shqipëri, ishin njëra platformë ishte e Maqedonisë dhe një platformë tjetër e Kosovës. Kështu që mendova se do ishim faqe pak më serioze dhe do dërgonin, nuk po pretendoja të më binte telefon ose tablet, por diçka e bukur, diçka që pak a shumë t'i përafroj çmimit që kisha paguar, por normalisht ata do kenë fitimin e tyre, por jo produkte kaq të thjeshta. Këto janë produkte shumë të thjeshta, produkte që i gjen në çdo dyqan lagje dhe me çmime më të lira, kështu që mos u gënjeni nga këto platformat, vini mend, mos i hidhni lekët në plera, këto janë faqe pirate, këto janë faqe që nuk duhet besuar dhe nuk duhet hedhur lekët dam, kështu që ato lekë i shpenzoni për të blerë gjëra më të mira që t'ja vlejnë. Unë ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për të gjitha mesazhet pozitive që më keni shkruar. Shihemi ke video radhës.